Hyn zarfi i zi, Casey sfidon rregullat plas ndeshkimi për banorët, shtëpia në kaos. Banorët shpërthejnë kundër tij. Ajo që pritej si një ditë e qetë, është kthyer në një makth për banorët e Big Brother VIP 5. Zarfi i zi, simboli i masave ekstreme, ka mbërritur në shtëpi me një vendim drastik që ka lënë të shokuar konkurrentët. Sipas njoftimit zyrtar, Casey ka kaluar çdo limit të tolerancës. Banori është akuzuar për, në mënyrë të përsëritur, ai ka injoruar thirrjet e vëllait të madh. Jo vetëm që nuk u bind, por Casey është përgjigjur produksionit me një ton rebel dhe arrogant, gjë që konsiderohet e papranueshme në këtë forma. Meqense banorët e tjerë nuk ndërhyjnë për të ndaluar sjelljen e Caseyt, vëllai i madh ka vendosur të jetë i pamëshirshëm me të gjithë. Një goditje e fortë për nervat e banorëve, të cilëve u janë marrë të gjitha furnizimet me duhan. Deri në një afat të pacaktuar, banorët nuk do të kenë akses në shtretërit e tyre, duke u detyruar të qëndrojnë në ambientet e përbashkëta. Kush do të shpërthejë i pari? Ky dënim kolektiv pritet të krijojë përplasje të forta. Tashmë, gishti i akuzës është drejtuar nga Casey, i cili me rebelimin e tij ka shkatëruar rehatinë e të gjithë shtëpisë. A do të kërkoj Casey falje, apo ky është vetëm fillimi një lufte të hapur me produksionin? Dhe kush nga banorët do ta sulmojë atë i pari për mungesën e cigareve?